Jemi në transmetim të drejt për drejt, është ky momenti ku zëvendës kryeministrja Belinda Balluku ka dalë nga ambientet e GJKK-s pas disa orësh qëndrimi atje. Nuk dihet ende nëse deri në këtë moment i është komunikuar akuza apo do të presim derisa të kemi edhe një komunikim me kolegën Klodiana Lala për të na dhënë më tej informacione. Ndërkohë edhe dy vartësit e saj kanë qenë të pranishëm në ambientet e GJKK-s për të marrë komunikimin e akuzës. Pak më herët Belinda Balluku ka lënë ambientet e GJKK-s teksa është paraqitur në mëngjes në orën 9 në ambientet dhe më pas ka qëndruar 40 minuta për të larguar dhe për të bërë një pauzë 2 orë për të njohur me dosjen dhe më pas është rikthyer sërish dhe ka qëndruar deri në këto momente, teksa për gazetarët nuk ka dhënë asnjë prononcim dhe nuk ka refuzuar që të marrë edhe pyetje prej tyre. Ora shënon në 14:37 minuta, në këto momente ka dalë zëvendës kryeministrja Belinda Balluku nga ambientet e GJKK-s, teksa çështja vijon të jetë ndjeshme edhe për opinionin publik. Presim që prej mëngjesit për të kuptuar se cila do të jetë akuza që do t'i komunikohet zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe dy vartësve të saj, të cilët kanë qenë të pranishëm gjatë seancës së sotme. Teksa seanca ka qenë e shoqëruar sipas edhe raportimeve të koleges Lala edhe me Gjuli, a jeni urdhëruar nga zonja Balluku për të firmosur për tunelin e Llogarasit? Ju lutem, nuk ka ndryshim. Gentian Gjuli, një nga vartësit e zonjës Balluku, ka dalë nga ambientet e GJKK-s në këto momente. I pyetur nga gazetarët, po ashtu ka refuzuar që t'japë përgjigje, edhe zonja Balluku pak më herët refuzoi të përgjigjej për gazetarët, për të dhënë një prononcim për ta. Ishte ky momenti kur ajo doli nga ambientet e GJKK-s për të vazhduar dhe ky është. I shohim edhe një planin dhe momentin kur zonja Balluku ka dalë nga ambientet e GJKK-s, momenti kur është pyetur edhe nga gazetarët, ndonse ka refuzuar që t'japë një përgjigje. Seanca ka zgjatur disa orë, nisi në orën 9 të mëngjesit, është ndërprer dhe ka rifilluar pas 2 orësh, pasi avokatët janë njohur edhe me dosjen. Është pra ky momenti që Belinda Balluku largohet nga ambientet e GJKK-s, ambientet në cilën ajo qëndroi për rreth 2 orë për të njohur edhe me akuzën. Nuk dihet nëse do të jemi me dy masa të cilat janë komunikuar më herët për zonjën Balluku apo do të kemi ndryshim të tyre. E kuptojmë në vijim teksa jemi me lajmin e fundit. Zonja Balluku ka lënë ambientet e GJKK-s dhe ka refuzuar për të komunikuar me gazetarët dhe pyetjet e tyre. Pashtu edhe vartësi i saj, Gentian Gjuli, është larguar nga ambientet e GJKK-s, teksa presim nëse do të kemi të tjera zhvillime. Seanca ka nisur në mëngjesin e sotëm në orën 9 dhe ka vijuar deri në këto momente që ne jemi në transmetim të drejt për drejt. Këto janë pamjet nga momenti kur zonja Balluku është duke dalë nga GJKK, ndërkohë edhe dy vartësit e saj kanë qenë të pranishëm në seancën e sotme për të njohur me akuzën, teksa ata nuk kanë lëvizur nga ambientet e GJKK-s. Ka qenë vetëm zonja Balluku që është larguar për një pauzë e cila zgjati për rreth 2 orë për të njohur me materialet, më pas është rikthyer dhe ka vijuar sërish seanca, e cila sipas gazetares Klodiana Lala ka pasur tensione pasi ata janë njohur edhe me akuzën. Balluku po hetohet për shkelje të barazisë në tendera, teksa për momentin ka 2 masat. Teksa masat të cilat kanë qenë më herët të caktuara për zonjën Balluku janë lënë në fuqi sipas informacioneve të fundit që ne na vijnë në redaksinë e News 24. Kemi gazetaren Klodiana Lala në këto momente. Klodit, përshëndes. Cilat janë të rejat e fundit, çfarë ka ndodhur në këtë seancë që ka zgjatur prej orës 9 të mëngjesit me gjithë pauzat së bashku? Po, Klodi, të dëgjoj. Atëherë, përshëndetje sërish. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar sapo ka konfirmuar zyrtarisht për News 24 se ka lënë në fuqi masat e sigurisë atë të pezullimit nga ushtrimi i detyrës i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës zonjës Belinda Balluku, e një herazi i ka ndaluar të drejtën për të dalë jashtë vendit duke i bllokuar edhe dokumentat e udhëtimit, ndërkohë që për dy vartësit e saj, Gentian Gjuli, drejtori i autoritetit rrugor shqiptar, të cilin më herët i drejtova edhe në një pyetje nëse ai kishte marrë urdhër nga zonja Balluku për të firmosur
për tunelin e Llogaras, pra për tenderin dhe nuk u përgjigj, ka mbetur në fuqi masa e sigurisë arrest në shtëpi, ndërkohë që e njëjta masë sigurie ka mbetur në fuqi edhe për Eral Delezin, administratori korporatës elektroenergjitike shqiptare. Sikurse ju e keni ndjekur live, zëvendës kryeministrja dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë zonja Belinda Balluku ka refuzuar në mënyrë të përsëritur tu përgjigjet pyetjeve të gazetarëve, po ashtu edhe varësit e saj nuk kanë preferuar të bëjnë komente në lidhje me masat e sigurisë. Sikurse thash, gjykata ka konfirmuar në rrugë zyrtare se masat e sigurisë të marra në mungesë të tyre dhe të komunikuara më pas kanë mbetur në fuqi, pavarësisht se gjatë seancës ka patur kërkesa dhe debate të vazhdueshme juridike, nga njëra anë SPAK që ka kërkuar që masat e sigurisë ndaj zonjës Balluku të mbeten në fuqi, pra të vijojnë, dhe për dy varësit e saj po ashtu, e nga ana tjetër ka patur kërkesë nga zonja Balluku përmes avokatëve të saj, të motrës Pamela Qirko dhe Ardian Kalis, që masat të shfuqizohen duke i konsideruar si të panevojshme dhe të kundraligjshme. Për gjatë më shumë se 2 orëve në gjykatën e posaçme është zhvilluar debati mes palëve dhe më pas gjyqtari të posaçëm Erion Qela i janë dashur vetëm 45 minuta në dhomën e këshillimit për të shpallur edhe verdiktin e tij dhe ka miratuar ato masa që më herët ai kishte firmosur në adresë të 3 personave të pandehur, pra zonjës Balluku, Gentian Gjyli dhe Erald Elezit. Sikurse ne kemi transmetuar live, zonja Balluku ka lënë ambientet e gjykatës posaçme sikurse 2 varësit e saj, ndërkohë deri në këto momente asnjë nga avokatët të mbrojtës nuk ka dalë nga ambientet e gjykatës dhe do duhet të presim nëse do të ketë reagim nga ana e tyre lidhur me mënyrën se si ka shkuar ecuria e seancës, që konsiderohet seancë për rivlerësimin ose komunikimin e masave të sigurisë dhe njëherëzi seanca e marrjes në pyetje. Gjatë kësaj seance që u zhvillua ditën e sotme, gjyqtari i posaçëm ka vlerësuar të gjitha kushtet dhe kriteret dhe ka parë nëse janë të njëjtët persona ose jo për cilët ka firmosur masa sigurie të karakterit ndalues dhe shtrëngues, dhe më pas i ka dëgjuar palët, ka marrë edhe verdiktin. Gjithë pyetja tashmë shtrohet, është pikërisht kjo, Megi, së pari, zonja Balluku patjetër që do ta ankimoj masën sepse nuk ka asnjë mundësi tjetër, ajo nuk mund të shkojë në zyrën e saj të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, duke qenë se kjo masë ka mbetur në fuqi. A do t'jap Belinda Balluku dorëheqjen? Është një pyetje që është ngritur që në kryet e herës, apo nëse ajo refuzon, a do ta shkarkojë kryeministrin nga postet që ai e ka emëruar dhe më pas dekretuar nga presidenti i Republikës? Dhe më pas pyetja tjetër është pikërisht kjo, a do të jetë gjykata kushtetuese, pra a do ta vënë në lëvizje menjëherë çështjen e kërkuar ose të depozituar nga Këshilli i Ministrave që lidhet me interpretimin e disa prej neneve të kushtetutës, sepse kryeministri ka cilësuar si një akt brutal vendimin e gjykatës posaçme dhe ndërhyrje në çështjet e ekzekutivit. Zonja Belinda Balluku është zyrtarisht tashmë e pandehur nga ana e SPAK në lidhje me tenderin për tunelin e Llogaras, një tender që fillimisht u fitua nga kompania Gjoka Konstruksion, u anullua e më pas u paracaktua sipas SPAK nga zonja Balluku në bashkëpunim me varësit e saj dhe fitues dolën 2 kompani turke të bashkuara në një të vetme. Dhe së byti ajo është nën hetim edhe për tenderin loti 4 Unaza e madhe, ku 3 kompani të bashkuara në një të vetme kanë fituar këtë tender me vlerë 20 milion euro. Edhe për këtë tender, prokuroria posaçme ka dyshime se është paracaktuar nga zonja Balluku në bashkëpunim me varësit dhe ish-varësit e saj, nga ana tjetër është duke u hetuar edhe për disa procedura të tjera tenderuese. Do duhet të presim nëse avokatët e zonjës Balluku, ku ekipi i saj mbrojtës ka qenë i përforcuar ditën e sotme, jo vetëm motra, por edhe një avokat tjetër, zoti Ardian Kalia, të cilët kanë debatuar sigurisht në sa i përket anës ligjore, pra kanë debatuar juridikisht në seancë gjyqësore, edhe pse ne nuk kemi qenë pranë prasimit. Ka qenë një seancë me tensione që në nisje, që në mëngjes dhe ka qenë avokatët e zonjës Balluku që kanë kërkuar këtë ndërprerje, apo? Atëherë, nuk mund të quaj tensione, por janë debate juridike normale në seancat të tilla gjyqësore. Së pari avokatët në orën 9, kur filloi seanca që ishte caktuar dhe ishin njoftuar palët, kërkuan ose shfrytzuan të drejtën e tyre që ju jep ligji për të njohur me aktet e dosjes, sepse pretenduan që jo të gjitha aktet ata i kanë njohur edhe donin që të shqyrtonin një nga një të gjithë dokumentacionin e prokurorisë
atë pjesë të dokumentacionit që ligji ja lejon prokurorisë për ta depozituar në gjykatë, sepse ka shumë akte tjera dhe prova shtesë të cilat SPAK i ka në duar edhe patjetër që në momente caktuara dhe sidomos për zyrtarët e lartë i konsideron si asin kur ka edhe përplasje të forta mes prokurorisë dhe personave të dyshuar të pandehur apo në gjykim në gjykatën e posaçme. Gjykatësi i posaçëm Erion Qela ju ka dhënë mundësinë avokatëve që brenda një afati prej 2 orësh të njihen me akte dhe nëse ky afat i ka pyetur nëse ky afat ishte i mjaftueshëm për ta, avokatët kanë rënë dakord dhe u tërhoqën, pra gjyqtari u tërhoq dhe ju la mundësinë palëve në praninë e në punësve të gjykatës që të njiheshin me akte, se kështu e parashikon procedura, ndërkohë që zonja Balluku u largua nga ambientet e gjykatës për të rikthyer më pas. Por në të gjitha rastet kur ka hyrë dhe ka dalë nga godina prej xhamit që është ndruar në një godinë makti për politikën shqiptare, zonja Balluku nuk ka dhënë asnjë shpjegim as në lidhje me akuzat që rëndojnë mbi supet e saj apo akuzat për cilat dyshohet, e po ashtu nuk ka dhënë shpjegim se pse ka vendosur të mos jap dorëheqjen për sa kohë zyrtarisht e pandehur nga prokuroria e posaçme, ndërkohë që nuk ka bërë asnjë koment as lidhur me pyetjet nëse ka patur miratimin e kryeministrit për të firmosur tendra siç është ai llogaras apo tendra të tjerë për të cilat zonja Balluku dyshohet. Deri në këto momente kjo është situata, mbetet për të pritur zbardhja e vendimit, sepse krahas vendimit të parë të marrë në mungesë, gjyqtari Erion Qela do duhet ta zbardhë sërish vendimin dhe të jap argumentat se pse u bin që ta avionte masën e sigurisë për zonjën Balluku dhe 2 varësit e saj Gjyli dhe Elezi, dhe aty do të kuptohet më qartë se ku konsiston prokuroria dhe ku këmbgur prokuroria dhe për cilat arsye e do Belinda Balluku jashtë zyrës së saj si zëvendës kryeministe dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë, nga ana tjetër, cilat janë bazat ligjore ku është bazuar gjyqtari posaçëm për ta lënë në fuqi dhe për ta vijuar masën ndaluese, siç është pezullimi nga ushtrimi i funksionit e masën shtrënguese, sikurse është ajo e ndalimit për të dalë jashtë vendit e zonjës Balluku, e po ashtu masa arrestit në shtëpi për Gentian Gjylin dhe Eralt Elezin. Po Megi? E qartë, Klodi, ka qenë kjo një ditë e ngarkuar edhe për ju në terren edhe për shkak të kushteve atmosferike, por edhe për shkak të ndjeshmërisë së ngjarjes. Do doja që edhe një herë të risillni në vëmendje për ata që sapo kanë hapur ekranin e News 24, pra vijojnë që ndrojnë në fuqi të dyja masat ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe për vartësit e saj vijon arresti në shtëpi apo jo? Masat e arrestit në shtëpi. E qartë. Atëherë, për ta sqaruar, gjykata e posaçme ka marrë në mungesë masën e pezullimit nga ushtrimi i funksionit, pra i detyrave si zëvendës kryeministe dhe ministre e infrastrukturës dhe energjetikës për zonjën Balluku. Sipas procedurës, kjo masë merret në dhomë këshillimi nga gjyqtari vetëm, që quhet trup monokratike e gjykatës së posaçme mbi bazën e kërkesës së bërë nga prokuroria. Masa e arrestit në shtëpi është marrë për 2 varësit e saj, Gentian Gjyli dhe Eralt Elezi. Procedura parashikon që pasi vendimit të merret dhe të arsyetohet, i dërgohet prokurorit të posaçëm, në rastin konkret Dritan Prenqi, i cili nxjerr urdhrin e ekzekutimit dhe agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit ja kanë komunikuar zonjës Balluku sikurse e parashikon procedura, dhe në momentin që zonja Balluku është njohur, pra i është komunikuar masa e sigurisë e nxjerrë nga gjykata, së pari nuk mund të shkojë në zyrën e saj të punës, si në zyrën e zëvendës kryeministres, ashtu edhe të ministres së infrastrukturës dhe energjisë, e po ashtu nuk mundet të udhtojë jashtë vendit, sepse bëhet një shënim në pikën e kalimit kufitar, pra në sistemin Teams, ku i ndalohet personit në fjalë, pra zonjës Belinda Balluku me funksion zëvendës kryeministër dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë të largohet jashtë vendit, ndërkohë që pasi është komunikuar kjo mas zonjës Balluku, oficerët e policisë dhe konkretisht të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit kanë komunikuar masën e arrestit në shtëpi Gentian Gjylit dhe Eralt Elezit. Procedura parashikon që nga momenti që ju komunikohen masat e sigurisë deri në momentin që paraqiten në gjykat, nuk duhet kalojë më shumë se 3 ditë. Dhe gjyqtari posaçëm Erion Qela përcaktoi ditën e sotme, pra këtë të shtunë në orën 9, dhe njoftoi palët që të paraqiteshin sipas procedurës. Zonja Balluku mori njoftim përmes fletëthirrjes së dërguar nga ana e gjykatës, ndërkohë që 2 personat e tjerë, Gjyli dhe Elezi, u shoqëruan nga forcat e policisë së shtetit përderisa ata janë në masën e arrestit në shtëpi. Dhe kjo konsiderohet seanca e rivlerësimit të masës së sigurisë, pra gjyqtari shikon nëse ekzistojnë të njëjtat kushte dhe kritere, i pyet personat nën hetim apo të pandehur
nëse kanë kushte pa pajtueshmërie apo problematika që lidhen me probleme shëndetësore të panjohura nga gjykata përsa kohë masa më herët është marrë në mungesë, nëse kanë problematika familjare, si lidhe me fëmijët e mitur në kujdestari apo problematika shëndetësore që e pamundëson qëndrimin në masa sigurie, dhe gjithashtu nëse ata vlerësojnë, i pyet nëse kanë kundërshtime apo pretendime në lidhje me akuzat apo me mënyrën se si gjykata ka caktuar masat e sigurisë ndaj tyre. Pasi bën këtë konfirmim, gjykata dëgjon argumentat e palëve të spak nga njëra anë dhe personave të pandehur nga ana tjetër dhe më pas shpallet edhe vendimin dhe në rastin konkret gjyqtari Erion Qela ka vlerësuar se masat e sigurisë ndaj zonjës Balluku, pezullim nga ushtrimi i funksionit dhe ndalim për të dalë jashtë vendit duhet të vijojnë të mbeten në fuqi, e po ashtu edhe masat e arrestit në shtëpi për Gentian Gjylin dhe Erald Elezin janë lënë në fuqi. Se si do të shkojë më pas çështja, nëse ajo do të dorëhiqet për të vijuar përballje me drejtësinë pa funksione që ajo mban, sepse duhet kemi parasysh dhe një moment tjetër. Ky vendim i gjykatës nuk e prek pozicionin apo mandatin e deputetes së zonjës Balluku dhe ajo mund të shkojë në Kuvendin e Shqipërisë dhe të ushtrojë funksionin si e votuar nga qytetarët, por nga ana tjetër nuk mund të ushtrojë funksionet si e emëruar. Ndërkohë që nëse ajo refuzon të japë dorëheqjen, duhet që kryeministri zbatojë vendimin e gjykatës duke e shkarkuar zonjën Balluku në një mbledhje të Këshillit të Ministrave e më pas njofton sigurisht edhe prokurorinë dhe zëvendëson zonjën Balluku me një person tjetër, pra një funksionar tjetër të Partisë Socialiste apo cilin emër që ai mendon se duhet i besoj postin e zëvendës kryeministrit. Duhet të kthejmë edhe një moment, Megi, goditja e zonjës Balluku apo hetimi i saj nga prokuroria e posaçme është dosja më e rëndësishme që ka ky institucion, sepse së pari bëhet fjalë për zyrtarin më të lartë në detyrë që është hetuar dhe ka një akuzë tashmë zyrtare dhe hetime të mëtejshme nga ana e prokurorisë posaçme, dhe së dyti ajo konsiderohej si gruaja më e fuqishme në qeverinë shqiptare dhe numri 2 i qeverisë pas zotit Rama. Dhe patjetër për momentin, ose të paktën vitet e fundit pas arratisjes së zotit Ahmetaj, konsiderohej edhe si njeriu më afër kryeministrit të vendit. Kështu që në këtë aspekt, kjo është edhe çështja më e rëndësishme dhe për këtë arsye ka patur një interes të shtuar jo vetëm të medias, por edhe të mbar opinionit publik, ndoshta edhe në media ndërkombëtare, sikurse ne kemi parë disa shkrime nga media prestigjioze ku kanë trajtuar gjërësisht masat e sigurisë që gjykata e posaçme firmosi në adresë të zëvendës kryeministres Balluku. E qartë, Klodi, falenderoj për këtë raportim, presim avokatët e saj janë ende në ambientet e gjykokos për të kuptuar nëse do të flasin për mediat, të falenderoj për gjitha detajet që përsollën në studio. Ishin këto të rejat e fundit nga çështja që është ndjekur gjatë gjithë ditës së sotme nga kolegja Klodiana Lala, do të shkojmë në këto momente në publicitet.